vërtet është një kënaqësi, një përjetim i mirë, është udhëtim i veçantë. Po bre, veç me qafë një rëvurë. Se mu m'lo me po së m'le. Apo bili me qafë? E qa bërë më shumë ja, hajtë. Qërebe që organizime, mashallah. Merë një mësim i qytete tjera, merë një mësim. Mro shkollota, shi ma shtokë. Zote ma di gjote. Të përgjigjem, e nga mali. Shaun që mos që kërë vit port frontit, dhe më dhënë kete mësina tipi amorin tani mos leket. Se tu ka pile dora, moje tash për në tokë se të. Jo me shoqen. Këto Allah, që qa dash një aramon se këto. Me shoqen. Dash besën e dash mo, dhe më thonë në aves, 32 haqilere janë, ma shumë grase burra të shku në haqë. Që shja bona im lidh, që shim lidhe pare, që shja bona me... Qështu, kapak, pensionin, ai po punon kapak. Do këtë haqë si hera e parë. Qa bon kur të shef, është një ndjenjë veçanë, sa herë të shef, është një madh ala ma i madh. Këta kam vëllohë dhe me thonë shoshnine të në dhe me shkun haqë. Por edhe shoshnia në hamaj. E keni hongre dhe një thes me krep, thuje, qështë? Po, jo, nështë 2-3. Ja keni zhujnë në livorët bananës njën i tjetë, kështu e dhe? Jo, banane, jo. Ujë ndoshta kështu, po banane. Gotë në kryje kështu jo? Jo, gotë në kryje, jo. Selam aleikum, jam pranë në gjamisë kryesore që e ka Rahovesit, qyteti Rahovesit. Arsyeja se pse sot jena këtu është se çdo vit kjo xhami organizon mision, sidomos sot pas drekës, për haxhilerët. Ku do bëhet pastaj dua e veçantë për haxhilerët, për sa më mirë ta kalojnë haxhin atje këtë adhurim të veçantë. Mysafiri veçantë sot është këtu Hoxha Shashet Krasniqi. Kështu që ta ndjekim. Po me gati se po bëhet i kameti për namazin e drekës, ku edhe pas namazit bëhet edhe ceremonia. Si bot jetën unë rash, qabën s'pari kure pash. Ka dhurat më të madhe për këtë dynja. Qëtashti janë të përshëndet haxhilerët, dhëmë po orohen për udhëtimin e tyre, për udhëtimin e zemrës tyre, se t'Japonina mi e kamerman veç. Ki djalosh i bukur, më thonë e qënë Haxhin, edhe grune Haxhis, apo? Po shkojnë në haq. Ti e unë e ju? Ha? Ti e unë e ju njëherë? Jo, njëherë. Shkojnë njëherë. A kënojnë atë ilahin të përgjigjem, e nga mali zemra digjem, o vime një manë më kote, Zote ma di gjote. Të përgjigjem, e nga mali brenda digjem. Emocione i kemi ballë. Ashtë era por? Hera e parë. Që do këtë? Po, mirë. Apo shko për del, apo shko veç për vete? Për veti. Veta? Vetë. Jo me shoqen. Këto Allah, që qa dash një aramon se këto. Me shoqen, ma mirë. Qërë të që ngra detën e që ngru në haqë të i. Qka me bo? Që që ka pru zoti me shku, isha dha krejt veç di bjen zoti me shku haq. Shola, ja jetë njësa t'jek dëtë, ja këthejnë i bashkë të lumë tërë. Pandet. Edhe po doa dhe për neve më së arëni. Krejt isha dha. Pandet. Një haxhi 3, më falë, një haxhi 3 që a është hera por? Për haq po, për umre kom krye edhe njerë, vitin 2023. Sonë në televizor, valla shkoj kom po 2, si më kom kërë. Para emocion është? Po, elhamdulillah, mësi kom qenë edhe herën e parë për umre, është pak ma e letë, po si do të qëmë qdo ta kem me qobën. Apo do kësi me shku apet sefte përshë? Po prap do kësi sefte edhe leqë vetëm sefte, po edhe emocionet janë si për herë të parë, si kur si ki pa qobën, nuk e din qatë prete, edhe pse këto djenjat kreti ki kalu edhe në gjatë umrës. A i të shku veta me t'i kanë? Jo, jam të shku me prind edhe me shoqen, me bashkërtën. Mashallah. Po vime një malkate, i dorëzohem madhe i sate. Që kjo është djali Hoxhe, djali i kryej momit, boba s'pemer kësa ire me veti. Që për njësh? Ka në herë keq, ka në herë mirë. Sa me bo, thë i zimë cilu i vaget që të... Po dhe. A i shdu me të mora aty?
Po, isha gëzu shumë. Që me bo, vitin tjetër ti merë këta, ja u mund, thu që, masi mu su mund, të një marrë juve. Apo? E tash gjëmot dërum, përfund edhe me musafirin special, me haqin special. Me thonë që si vjetë ku me ullëtu, bedel për të njerim lovin tënë, Allah për mshiru. Çfarë jam këto emocione, më thonë edhe si vjetë i musafir në deri, në qytetin e bugut Travovecit, që shë komenton këtë organizim që kanë bëhë këta njerëz mirë. Në vërtet e njerëz mirë, qëllimet e kanë të mira, dhe veprat e kanë të mira, numëri mirë i haxhive shkojnë për Travovecit, një manifestim i veçantë bëhet çdo vjet të këta, këtë qytet bukur, për të përcjellur haxhit. Nuk e di që në ndonjë qytet tjetër në Kosovë e bëjnë këtë organizim të këtij niveli apo këtij rangu, të këtij lloji, ku mlidhen të gjithë haxhit që kanë me shku burra dhe gra, natyrisht gratë ndamaz, burrat ndamaz, dhe bëhet një farlloj prezantimi, një farlloj programi për të përgëzuar, për të uruar rrugë të mbarë, ata që shkojnë, dhe kështu me radhë, vërtet është një kënaqësi, një përjetim i mirë, është udhëtim i veçantë, udhëtim jetësor për ta, andaj më kanë ftuar mua që të jem si mysafir special i tyne apo i veçantë, për ta mbajtur një fjalë rasti, dhe natyrisht me kënaqësi kam ardhur, sepse kemi bërç, sepse është një të bim që ja vlen me të qenë prezent. Dhe alhamdulillah gjithçka shkoi mirë, këtu në Zoti ja pranoi, këtu a lehtësoft, po edhe neve Allah na lehtësoft me shku, e me kry haxhin, se vetë me qenë se jam bedel për Allahun tem, rahmet shpirti past. Unë këmë të përcjellën në raport i shalë zote që asë, po për e veç me të qafë një rëburë, se mu mlo me të posë së mle, apo vili me të qafë? E qafë bërë më shumë ja, hajtë. Kush fa ndjenja, Allah i tru. Oj Medine, Dash besën e dash mo, në më thonë në Raves, 32 haxhilere janë, ma shumë gra se burrat u shku në haxh. Në më thonë, në orë koha ma të forta gra se burrat, me përbalua ata adhërim që bagi sprovë, po që e gratë shkojnë, burrat rinë të shpia, këshyrin televizor, si ma botash. Që të pranë vetës e kam një zoj, një motët mrekullueshme që të regu si të keme shku vetë me burrin. Po, kanë me shku me burrin. Emocione shumë, a? Po, shumë si. Ashtë e raport? Drydhe, era parë. Qëshja bona i mli, qëshja mli edhe pare, qëshja bona me... Qështu, kapak, 5 zonin, aj po punon kapak. Ne keni rujt? Po. S'keni shku në deti se këta tjerë të piknika? Jo, shko po në vinë në deti, mamin qabe për shko. Allah të fanozoj. Amin. S'na rëndohë. Tash, pranë me e kam një person të veçant, e cila është mualime Koranit, e ka dhurat haxhin, në në gjemati e përgëdhe përshka kontributit saj, sa motra dalë, dhe më thonë me shkrim lexim të Koranit, me mësim të Koranit, me mësim përmenç të Koranit. Qështë është emocione për ty? Është hera parë? Është hera e dytë, para 2 dytë. e kom kry haxhin, është një ndjenjë shumë e veçantë. Tash kur shkon herën e parë, e din çysh është ai vend, e 12 vite me prit për me kry haxhin, me të vërtetë është një emocion shumë i veçantë. A do kësi po... Edhe bashkësinë islame që më ka mundësu këtë dhuratë, që nuk do ta harroj kur. A do kësi kur... është hera po si po shkon të më thonë? Herë do këtë haxhi si hera e parë. Qapon kur ta shef, është një ndjenjë e veçantë, sa herë ta shef, është një madh ala më i madh. Tash jam jashtë xhamis, shpeshen edhe emocione pa fondme, përshëndetje, lot, mesin e tënë, mu veç po mbetet mi shiku bara me juve, që shtë, Zotë na mësoft edhe një me për të këtë ndjenjë, e këtë haxh pranum. Pra meje i kam 2 haxhiler të veçantë, do më thonë këta janë shok mes veti, këta kam vëlloz, do më thonë shësnin e tënë dhe me shkun haxh. Apo? Çfarë emocioni është? Emocioni veçantë është hera e parë që shkojmë edhe përplësojmë njërin për kushteve të fesë, a din kështu që me zi spresim me shku e shpresojmë që do ja kaloj mirë dhe do të kthehemi me një haxh përmbushur. Pranë.
Kështu për shembull, në ka shoqëni që na arrin një që 2-3 vjet, do që 5 vjet, do kështu, po ishte naj konflikte edhe prishen. Ju qëso kohë nini? Po na njëvi moti, dhe me thonë, ndoshta që 33 vjet jemi bashkë, dhe me thonë, i kemi shpit edhe afer, por edhe shoshnia na ka majt. E keni hongër edhe një thes me krep, thuje, qështu? Po, jo, ndoshta 2-3. Ja keni zhuj në livorët bananës njën i tjetër, kështu edhe? Jo, banane, jo. Uj, ndoshta kështu, po banane. Gotë në kryje kështu jo? Jo, gotë në kryje, jo. Naher, ndoshta, kur kemi qenë më të vegjë. A ju zgot një me i dhimi kështë by the way? Na zgot, jo diqa shumë, adin pasi shpesh na ka ra mu i dhnu e kemi te kalu, kemi dit me te kalu. Të përgjigjem, të përgjigjem